Nga Tirana e deri nga Vietnami largë, turistët po popullojnë Bregdetin e Radimës. Ka vizitorë që vinë për herë të parë në Shqipëri, por dhe turistë që rikthehen sërish në vendin tonë. Ata kanë zgjedhur të pushojnë për disa ditë Buzdetit në Radim dhe vinë nga kombësi të ndryshme. Nuk mungojnë as turistët vendas, ndërsa mes të huajve ka vizitorë nga Italia, Holanda, Belgjika, Anglia e deri nga Vietnami, çka tregon se gjeografia e turistëve që zgjedhin Vlorën po zgjerohet dhe rritet nga viti në vit. Turistët e cilësojnë këtë zonë si një vend fantastik për pushime, duke vlerësuar akomodimin në hotele, plazhin, ushqimin dhe natyrisht klimën. E sipas tyre, Vlora mbetet një destinacion i shkëlqyer për të kaluar pushimet verore. Sei italiano? Italian. E quel città? Pozzallo, Sicilia. Jam nga Italia, Sicili. Këtu jam me të fejuarën time që është shqiptare. Hoteli ku ndodhemi më pëlqen shumë, pastaj deti dhe plazhi fantastik dhe ushqimi gjithashtu. Njerëzit janë miqësor, ngjyra e kaltër e detit fantastike. Këtu do të qëndrojmë me pushime deri në datë 21 maj. Forse ritornerai? Sì, sicuramente. From Holland. From Holland. Yes. You are from holiday here? Jam nga Holanda dhe jam për herë të parë në Vlorë. Jam me pushime këtu e do të qëndroj për 10 ditë. Kam vizituar disa vende dhe tani zgjodha të vinë në Shqipëri. Ju jeni një vend ende në zhvillim, por më pëlqen shumë natyra dhe deti, ndërsa plazhi këtu është fantastik, si dhe akomodimi. Nga Tirana. Jetoni Jetoj në Tiranë, por punoj me crociera, kështu që jam kështu çdo 7 muaj iki dhe vi. Këtu keni ardhur për pushime tani? Po, për pushime. Djerdhëm. Me kieri? Jam me të fejuarin, Që është? që është italian nga Sicilia. Nuk keni zgjedhur Italinë të pushoni, por keni zgjedhur Shqipërinë. Pse? Po Shqipëria vendi im, dua dhe ti tregoj atij se si duket Shqipëria, sa e bukur është, çdo gjë është e parë për të që ka ardhur. Ju udhtoni shpesh me crocier, thatë edhe me si duket mendimi i turistëve apo nga ajo çka ju keni konstatuar për Shqipërinë. Po, tani Shqipëria ka filluar që të bëj shumë marketing dhe kam parë më shumë nga interneti çdo gjë. Dhe kanë një mendim shumë mirë për Shqipërinë, shumë e bukur çdo gjë, më thonë që duan të vinë dhe unë gjithmonë i ftoj gjithmonë. Këtu çfarë ka pëlqyer më shumë? Deti, plazhi si duket? Normal deti nuk ka çfarë. Edhe hotelin pëlqen shumë, pishina çdo gjë, hera parë që kam ardhur këtu në faktorinë. I'm from London. From London. Yeah. For you is first time in Albania? Unë jam nga Londra. Po, është hera ime e parë këtu, më pëlqen shumë shërbimi fantastik, njerëz miqësor. Plazhi po, është shumë i bukur, deti i kaltër nuk e kisha parë në asnjë vend tjetër. Më pëlqen shumë. 4 days basically. London. London. And you? How many days are here? Edhe unë vi nga Londra. Vendi i bukur këtu, shërbimi cilësor dhe akomodimi shumë i mirë. Jemi disa miq, kemi ardhur për disa ditë pushime dhe po na pëlqen. Në fakt është hera ime e dytë në Shqipëri. Fillimisht kam vizituar Tiranën, ndërsa tashmë kam ardhur edhe në Vlorë. I came here for my birthday this time, so it's my birthday, so just come for my birthday this time, yeah. Yeah, not too bad. You're from? I'm from United Kingdom, Nottingham. Jemi së bashku disa miq që kemi ardhur për pushime, unë jam nga Nottingham i Anglisë. Nuk është hera ime e parë, por e dyta në Shqipëri. Më parë, vitin e kaluar kam qëndruar disa ditë në Tiranë, ndërsa në Vlorë vi për herë të parë. Po më pëlqen shumë, është fantastike. Deti, akomodimi dhe gjithçka tjetër. Can you see they're just chilling like a villain? Belgium. Jam nga Belgjika, çdo gjë shkon shumë mirë. Vendi fantastik këtu që nga akomodimi e deri tek ushqimi. Edhe plazhi më pëlqen po ashtu. Vraiment, je recommande. Vietnam. Yes. You are from holiday here? Ne kemi ardhur nga Vietnami, jemi një grup që kemi ardhur dhe po qëndrojmë në hotel, me kushte fantastike, një plazh i mrekullueshëm. Do qëndrojmë disa ditë e do kthehemi në Vietnam, por patjetër do të vim sërish. Our country wasn't been here, so we just try. Jemi ende në muajin maj dhe që tani duket qartë se Vlora mbetet një nga destinacionet kryesore për turistët e huaj. Interesi për plazhet dhe Bregdetin është i madh, ndërsa përshtypjet e turistëve janë më shumë se pozitive.